Jam pak i mërzitur sot, në fakt. Jam gdhir i mërzitur se Kujtim Gjuzin e kishin lënë në det hapur. Dhe nga ana tjetër në det hapur kishin lënë edhe një gjeldetit Peqinit, po për këtë do flas mbase pak më vonë, po për Kujtimin u mërzita shumë, sepse është i vetmi përfaqësues dinjitos i Shqipërisë madhështore. I vetmi. Në qoftë se njeriu mendon për një Shqipëri madhështore, e vetmja gjë që të shkon në mendje është Kujtim Gjuzi. Se jam pak i mërzitur sot, në fakt. Jam gdhir i mërzitur se Kujtim Gjuzin e kishin lënë në det hapur. Dhe nga ana tjetër në det hapur kishin lënë edhe një gjeldetit Peqinit, po për këtë do flas mbase pak më vonë, po për Kujtimin u mërzita shumë, sepse është i vetmi përfaqësues dinjitos i Shqipërisë madhështore. I vetmi. Në qoftë se njeriu mendon për një Shqipëri madhështore, e vetmja gjë që të shkon në mendje është Kujtim Gjuzi. Se